Në periudhën e mes të 11 dhe 16 të këtij muaji, njerëz të panjohur kanë kryer vjedhje në shkollën fillore Mehmet Deralla në fshatin Gradec të Gostivarit. Në një klasë në katin e parë të shkollës, vjedhësit me forcë kanë hapur një sirtar, prej ku kanë marrë 16 laptop, me pastaj edhe një sirtar tjetër ku kanë marrë edhe një laptop. Të pavretur nga askush aty janë larguar nga shkolla në drejtim të panjohur. Në vendin e ngjarjes është bërë ekspertizë, kurse më vonë në stacionin policor në Gostivar janë thirrur në prani të prindërve të tyre 2 minorentë të moshës, njëri 13 vjeçar dhe tjetri 14 vjeçar. Të dy të dyshuarit janë marrë në pyetje në stacionin policor në Gostivar, pasi që tek të dy të dyshuarit janë gjetur kompjuteret e vjedhura. Nga stacioni policor thonë se janë duke ndërmarrë të gjitha masat për zbardhjen e rastit në fjalë. Vjedhjen e ndodhur në shkollë ka paraqitur vetë drejtori i shkollës. Sipas zëdhënësit të policisë Marian Josifovski, dy të dyshuarit do të ballafaqohen me dënim adekuat të paraparë në bazë të ligjit të përcaktuar për veprën penale të kryer nga minoren.